Përshëndetje të dashur nxënës. Vazhdojmë mësimin online me moton Rrim shtëpi ne ligjëron për ju. Unë sot nga lënda e matematikës për klasën e 8 kam përgatitur njësinë mësimore gjasa. Mësimin e keni në libër në faqe 299. Edhe pse ne për gjasën, do të thënë gjasa e ngjarjes, në gjysmëvjetorin e parë kur kemi folë për temën punë me të dhëna dhe zgjidhje problemeve, e kemi përmend gjasën. Të rikujtohemi ose të përkujtohemi çka është gjasa. Gjasa e ngjarjes mund të jetë e suksesshme. Ngjarja e suksesshme është numri i ngjarjeve të suksesshme thepër numrin e përgjithshëm të ngjarjeve. Për shembull, në qoftë se marrim një monedhë dhe e dim se monedha ka dy anë. Do thënë, kemi numrin dhe koka ose në disa raste për shembull nëse marrim dhe denar kemi një shpend dhe denarshin. Tash kur gjuajmë sa është gjasa që të bjerë numri apo shpendi. Jo, i bie të jetë një e dyta pasi kemi dy raste. Do thënë, nëse po me po e shënojmë gjasën që të ndodhë një ngjarje, atëherë 1 minus po është gjasa të mos ndodhë një ngjarje. Do thënë, gjasa është numër ndërmjet 0-s dhe 1-shit. Do thënë, prej të 0 deri te 1-shi është gjasa. Kur është rasti që të ndodhë, atëherë është 1. Mirë po, në rastin që përmendëm te monedha, është për shembull 1/2 ose 50% me 50%, që do të thotë 1/2 është me 0-s dhe 1-shit. Të marrim një shembull dhe të tregojmë çka do të thotë të punosh me gjasën. Në një kutij thotë ka 4 topa të kuq, 5 topa të gjelbërt dhe 7 topa të kaltërt. Shpresa tërhoqi në top me zgjedhje të rastësishme. Thot, ne duhet të caktojmë gjasën e ngjarjeve. Në rastin e parë, shpresa tërhoqi top të kuq, në rastin e dytë, shpresa tërhoqi top të kaltër apo të gjelbërt. E tani, në qoftë se marrim të përgjigjemi shembullit në A, do të kemi në kuti ka gjithsej 4 topa të kuq, kurse gjithsej topa janë 4 plus 5 plus 7 që janë 16 topa. Tani, që të gjejmë gjasën që të ndodhë të tërheq shpresa top të kuq, atëherë p-ja është tërhequr topi kuq, numri topave të kuq thepër numrin e përgjithshëm të topave. Pra, numri topave të kuq është 4, numri i përgjithshëm është 16. 4 thepër 16, ose nëse e thjeshtojmë, do të kemi 1/4. Pra, që të jetë topi kuq për 16 topave, duhet në më thënë 4, që të tërheqim 1/4 i bie të jetë top i kuq, ose nëse e kthejmë në përqindje është 25%. Tani të marrim në B, shpresa tërhoqi top të kaltër apo top të gjelbërt. Pra, të tërhequr top i kaltër apo top i gjelbërt, në këtë rast do të thotë të mos jetë tërhequr top i kuq. Do thënë, duhet të tërheqet top i kaltërt apo i gjelbërt dhe mos tërheqet top i kuq. Prandaj ne do të përdorim gjasën e ngjarjes është tërhequr top i kuq. Do të thonë, kemi gjasën e ngjarjes që e zgjodhëm që ishte 1/4 top i kuq. E tash, që të mos ndodhë ngjarja është 1 minus p. Do të thonë, p nuk është tërhequr top i kuq, është 1 minus p është tërhequr top i kuq. Do të thonë, 1 minus rasti që ishte tërhequr topi kuq që ishte 1/4. Pra, 1 minus 1/4 që i bie 3/4. Pra, nga pasi kishte 5 topa të kaltërt dhe 7 topa të gjelbërt, që është 12/16, ose nëse pjesëtojmë 3, do të mbetet 3/4, që është 75%. Nëse 25% ishte të ndodhë të tërhiqet top i kuq, atëherë 75% mbetet të tërhiqet top i kaltërt apo i gjelbërt. Shpresoj se
shumë qartë e keni kuptuar këtë shembull. Të kalojmë në një shembull tjetër që më thellë. Falni. Një shembull 2 që më thellë të zgjerohemi në teorinë e gjasës. Pra, thot Tea, një te e vogël, ka 3 arusha, 2 libra, një top dhe 10 kube në kuti me lodra. Nëna asaj mori një lodër nga kutia e lodrave. Ajo ja dha lodrën Teas sa është gjasa që lodra të jetë arush, të jetë libër, të mos jetë libër, të jetë kup ose top. Të marim rastin në na, të jetë arush. Gjasa të jetë arush që e shënojmë për arush. Kemi 3 arusha, gjithë ke 3 plus 2 plus 1 plus 10 bëjnë 16 lodra. Pra, në kuti ka 3 arusha, kurse në kuti ka gjithë 16 lodra. Pra, që të heqet arush, gjasa është 3 të 16. Të jetë libër. Në kuti ka 2 libra. Dhe në kuti ka gjithë 16 lodra, që është 2 të 16. Tani, gjasa të mos jetë libër, më thënë, që ta gjenë gjasën të mos jetë libër, duhet ta përdorim 1 minus gjasa të jetë libër, që është 1 minus 2 e 16 që ishte gjasa të jetë libër, fitohet 4 të 16. Dhe gjasa e ngjarjes të jetë kup ose top. 1 top dhe 10 kube bëjnë 11 kube, 11 lodra, kërkoj falje, që është 11 të 16. Më thënë, në kuti ka gjithset 11 lodra që janë ose top ose kup, dhe në kuti ka gjithset 16 lodra. Shpresoj se në këtë rast ju shumë mirë e keni kuptuar teorinë e gjasës, dhe tani për të ti shtëpije, faqet 300 keni detyrat. Ju falenderit për vëmendjen. Shpresoj se shumë qartë keni kuptuar për këtë njësinë mësimore gjasa, të cilin e keni në temën e fundit, që është tema e 10 punë me të dhëna dhe zgjidhje probleme, dhe dal nga dal i afrohemi edhe mbarimit të kësaj teme dhe faktikisht i afrohemi mbarimit të vitit shkollor. Edhe pse në këtë gjendje pandemie, unë ju dëshiroj suksese, kaloni bukur.